transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, në sëmundjen nga e cila nuk u ngrit, tha: "La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allahu i mallkoft çifutët dhe të krishterët, ata i bën varret e pejgamberëve të tyre xhami, i bën faltore. Thot Aisha radhiyallahu anha, sikur të mos ishte kjo fjalë, varri i tij do të veçohej dhe do të ngrihej, mirë po na ndaloi frika se mos shndrohet varri i tij në xhami. Hadithi është muttafaqun alayhi. Ky është sqarim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se njerëzit bien lehtë në sprovën e varreve të njerëzve të mirë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbylli këtë derë që të jetë mbrojtje dhe kujdes për tauhidin. Pjesë e kësaj është edhe ndalesa e tij për t'u falur në vendet ku ka varre. Transmeton Xundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajid. Inni anhaakum an dhalik." Dijeni se ata që ishin para jush i banin varret e pejgamberëve të tyre dhe njerëzve të mirë të tyre faltore, i banin xhami. Kini kujdes, mos i bani varret xhami, unë ju andaloj këtë. Transmeton Muslimi. Prandaj ka ndaluar të ndërtohet mbi varr ose të ngrihet niveli i varrit. Transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu se ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të suvatohet varri, e ka ndaluar uljen mbi varr dhe ka ndaluar të ndërtohet mbi të. Transmeton Muslimi.